Dashi. Dashuria, planetet do ndikojnë shumë negativisht sot në jetën tuaj në çift. Debatet dhe mosmarrëveshjet do jenë të pafundme. Beqaret, ndryshe nga të dashuruarit, do kenë një ditë të bukur dhe me takime mbreslënëse. Financat do fillojnë të përmirësohen ndjeshëm aq sa edhe ju vetë do ju duket çudi. Mundohuni të bëni investimet e duhura. Puna. Demi. Dashuria, do ndjeni si në ëndër gjatë kësaj dite në krahët e partnerit tuaj. Ai do kujdeset edhe për detajet më të vogla dhe do ju bëj të ridashuroheni edhe më fort. Beqareve do ju duhet ende të presin për të gjetur princin e tyre të kaltër. Sot nuk është periudha e përshtatshme. Puna, në planin financiar do jenë të favorizuara edhe transaksionet edhe investimet. Binjakët. Dashuria, jetën sentimentale do e keni prioritet gjatë kësaj dite. Do ruani një komunikim të mirë me atë që keni në krah dhe do toleroni her pas here. Edhe beqareve do filloj t'ju urrahet zemra fort. Shumë gjëra do ndryshojnë në jetën e tyre një herë e përgjithmonë. Puna, ndikimi i yjeve për financat do jetë pozitiv. Situata do konsolidohet më shpejt se sa mendonin. Gaforja. Dashuria, duhet të luftoni fort sot për të ruajtur një klim të ngrohtë në jetën tuaj në çift, sepse po vazhdoni ta kundërshtoni partnerin do keni probleme serioze. Beqaret do takojnë papritur një person të cilin do e simpatizojnë menjëherë. Filloni ta njihni mirë atë para se të hidhni çdo hap. Puna, në planin financiar do përpiloni një strategji të suksesshme për t'i rritur të ardhurat. Luani. Dashuria, mos u tregoni mediokër ndaj partnerit tuaj sot dhe mos kërkoni gjithkohës të dale e juaja. Nuk mund të keni të drejtë në çdo rast, prandaj duhet hapur rrugë her pas here. Beqaret do kenë një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë gjë të veçantë. Puna, në planin financiar duhet të tregoheni më të matur se kurrë dhe të mos kryeni shpenzime kuturu. Virgjëresha. Dashuria, mos e nënvlerësoni partnerin tuaj sot, por mundohuni të gjeni kohë për të kaluar me të dhe shprehani ndjenjat sa më tepër. Vetëm kështu marrëdhënia do forcohet. Beqaret do kenë disa takime dhe do mendojnë menjëherë të krijojnë lidhje. Puna, financat, për fatin e keq, mund të kenë vështirësi dhe probleme. Do ju duhet të bëni sakrifica për të ruajtur qëndrueshmërinë. Peshorja. Dashuria, vetëm një pjesë e ditës do jetë pozitive sot, pjesa tjetër e mbushur me debate dhe mosmarrëveshje të shumta. Duhet të tregoheni të kujdesshëm me çdo detaj. Beqaret do kenë vetëm një ide në kokë, të gjejnë me çdo kusht partnerin e duhur. Puna, financat do vazhdojnë të jenë goxha delikate. Kujdes. Akrepi. Dashuria, ditë plot diell kjo e sotmja për ata që janë në çift. Dialogu do mbizotërojë gjithkohës dhe bashkëpunimi mund të shtohet. Beqaret do kenë vetëm mundësi për aventura afatshkurtra. Puna, financat do kenë disa përmirësime vetëm për ata që do tregohen të kujdesshëm me çdo shpenzim. Të tjerët do kenë ende vështirësi. Shigjetari. Dashuria, do kaloni çaste të paharruara sot në krahët e atij që dashuroni dhe nuk do doni të ndaheni për asnjë moment. Beqaret do jenë euforik dhe të gatshëm të dalin në për takimet që do ju kërkohen. Puna, në planin financiar duhet të analizoni me kujdes situatën para se të kryeni shpenzime. Bricjapi. Dashuria, ditë mjaft pozitive kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do kuptoheni më së miri me njëri tjetrin dhe do filloni projekte afatgjata së bashku. Beqaret do takojnë disa persona, por nuk do i pëlqejnë aq shumë sa për të filluar një lidhje. Puna, financat do jenë goxha problematike. Nëse nuk ja dilni dot vetëm kërkoni sa më parë ndihmë të specializuar. Ujori. Dashuria, për çështjet e zemrës nuk duhet të shqetësoheni as pak sot. Marrëdhënia me partnerin do jetë më e mirë se sa e mendonin. Beqaret nuk do kenë ditën më të favorshme dhe do ngelen sërish të vetmuar. Puna, situata financiare do jetë e qëndrueshme, por jo në gjendjen më të mirë të mundshme. Peshqit. Dashuria, të dashuruarit do kalojnë një ditë të qetë sot. Do dashurohen si gjithmonë dhe do shmangin debatet e kota. Beqaret nuk do arrijnë as sot të bëjnë për vete personin që kanë pëlqyer. Puna, financat do kenë ndryshime goxha pozitive pak kohë më parë. Kjo do ju gëzoj pa mas.